Stop. Nuk mjafton ta pyesim një fëmijë çfarë bën ti kur je i mërzitur, si ndihesh, si ndihet djali në foto, për t'i mësuar emocionet. Pjekuria emocionale tek fëmijët me autizëm është një dinamike plot, unike për çdo fëmijë, por të gjithë e përjetojnë në mënyrën dhe në ritmin e vet. Nga eksperienca e gjithë këtyre viteve në punën me fëmijët, kam kuptuar që të mësuarit emocioneve është real dhe praktik kur fëmia përjeton emocionet në situata të caktuara. Por që të përjetoj emocione, duhet që ne të kemi krijuar një lidhje të sigurt dhe emocionale me të. Fëmia duhet të ndihet i sigurt me ne në mënyrë që të shpreh gjithë emocionet e tij. Vetëm një situatë reale, një eksperiencë reale e mëson fëmijën të kuptojë se çfarë emocionesh po përjeton. Dhe këto situata reale ndodhin në ambientin terapeutik nëpërmjet lojës, këngës, kërcimeve, pra ne përdorim trupin, mimikën, lojën. Këto nuk mund të mësohen duke qëndruar ulur me fëmijën në pozitat e mësuesit apo terapistit dhe fëmijës. Këto mësohen duke u shkrirë në një lidhje emocionale me fëmijën. Nga eksperienca ime, unë do ndaja që në aspektin terapeutik një nga gjërat që ne punojmë është ajo që quhet kënga emocioneve. Është një seri emocionesh që i punojmë me fëmijën, i përdorim duke kënduar me ta, duke mimuar, dhe kjo e ndihmon fëmijën të kuptojë emocionet që përjeton. Prind apo terapist qofsh, kam një këshill. Provo këtë me fëmijën. Luaj, këndo, kërce me të, përjeto situata të ndryshme dhe do të shohësh që bota e tij emocionale do të zgjohet dhe do të shprehet tek ti.